Ky është ade. Sot do të bëjmë një lutje për shërim. Duhet të jetë shumë e fuqishme nëse jetoni sipas standardeve biblike të shkruarjes në Kish dhe ndjekjes së urdhërimeve. Do të jetë një lutje shumë e fuqishme. Nuk do ta gjeni këtë askund tjetër. Vjen nga Shpirti i Shenjtë. Vjen nga këtu dhe askund tjetër nga Shpirti i Shenjtë. Pra, shkoni në një karige të rehatshme. Dhe do të ketë vetëm një pjesëmarrje të vogël në fillim. Dhe, kështu, do të vazhdojmë dhe do të fillojmë. Pra, bëni rehat në një karige. Dhe, në emrin dhe autoritetin e Jezusit, flas në emër të personit përpara meje. Dhe dua që personi përpara meje të përsërisë pas meje. I lutem Jezusit të më shërojë. Rikthej shëndetin. E dorëzoj. Të gjitha mosfaljet tek Jezusi. Jezus, merr këtë nga unë. Nuk e dua më. Merr nga ajo që nuk mund ta lë, që nuk dua ta lë, të lutem, merr këtë nga unë. Jezus, merr këtë nga unë, të gjitha mosfaljet, madje edhe ato që nuk I di. E dorëzoj gjithçka tek Jezusi tani. I lutem Jezusit të më shërojë dhe të rikthej trupin tim, shpirtin tim dhe të gjitha pjesët e mia në shëndet të përsosur. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit. I lutem Jezusit të më shërojë, të më rikthej. Të lutem, më ndihmo. Në emrin, dhe kjo është pjesa ime në emrin dhe autoritetin e Jezusit. E lutem që Shpirti i Shenjtë, Ati i Shenjtë, Biri i Shpirtit të Shenjtë, të vijë mbi këtë person dhe ta mbushë këtë person me dritën dhe paqen e Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë. Sipas Hebrejve 4:12, ndaj shpirtin dhe shpirtin e personit përpara meje dhe ndaj mëtej këtë person përpara meje në zemrën e tij. Dhe unë urdhëroj. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit, të gjitha pjesët e këtij personi të kthehen te ky person, tani të larë në gjakun e Jezusit. Dhe unë urdhëroj në emrin dhe autoritetin e Jezusit, të gjitha shpirtrat e këqij, mallkimet, magjit, pjesët e shpirtit të dalin nga ky person përpara meje. Dalin nga koka e tyre, mendja e tyre, mendimet e tyre, zemra e tyre, shpirti I tyre dhe të gjitha pjesët e tyre, të nxjerrë me forcë me gjakun e Jezusit. Ik, largohu, largohu. Të gjitha shpirtrat e këqij, mallkimet, magjit, pjesët e shpirtit dinin nga ky person përpara meje, nga koka e tyre, mendja e tyre, mendimet e tyre, zemra e tyre, shpirti I tyre dhe të gjitha pjesët e trupit të tyre. Të nxjerrë me forcë me gjakun e Jezusit. Largohu. Me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12 e cauterizoj çdo shpirt, çdo dobësi dhe çdo pjesë që është e prekur nga çdo shtypje shpirtërore. Të pres me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12 dhe unë urdhëroj që të largohesh në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Largohu, largohu. Dhe unë mbush të gjitha ato vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë, dhe me shpatën dhe shpirtin e Hebrejve 4:12 ne presim të gjitha lidhjet e shenjta të shpirtit. Dhe unë mbush të gjitha ato vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë. Unë mbush të gjitha ato vende që ishin të lira në emrin e Jezusit. Sipas Hebrejve 4:12, unë gjithashtu marr shpatën dhe shpirtin e Hebrejve 4:12 dhe e ndaj personin përpara meje. Dhe unë e ndaj mëtej. Personi përpara meje në çdo qelizë të personit përpara meje. Dhe unë flas në emrin dhe autoritetin e Jezusit në çdo qelizë të personit përpara meje. Ti e fjala e Zotit, e gjallë dhe aktive sipas Gjonit 1 dhe Hebrejve 4:12. Unë flas jetë, dhe shëndet, vitalitet dhe shërim, dhe rikuperim në gjakun e Jezusit për të mbuluar çdo qelizë në personin përpara meje. Dhe unë gjithashtu flas shpatën, shpirtin e Hebrejve 4:12 për të mbuluar çdo qelizë në trupin e këtij personi, e kthyer jashtë për të kthyer brenda. Dhe për të imploduar në qendër të çdo qelize me shpatën e shpirtit, imploduar në qendër të çdo qelize të personit përpara meje, në të gjithë trupin e tyre, imploduar në qendër të çdo qelize, shpata e shpirtit, duke depërtuar në qendër të çdo qelize, drita e Krishtit, gjaku I Jezusit dhe drita dhe paqja e Krishtit, Shpirti I Shenjtë, për të mbushur çdo qelizë në personin përpara meje, shëndet të përsosur dhe shërim dhe rikuperim për çdo pjesë të këtij personi përpara meje dhe çdo organ. Në çdo pjesë të gjakut, çdo pjesë të zemrës dhe çdo organ të këtij personi përpara meje, në të gjithë trupin e tyre, unë flas jetë dhe vitalitet. Në çdo qelizë me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12, unë ndaj mëtej në çdo qelizë të personit përpara meje dhe mbuloj çdo qelizë në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Unë e urdhëroj që çdo qelizë të mbulohet me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12 dhe e kthyer jashtë për të kthyer brenda dhe për të imploduar në qendër të çdo qelize tani.
duke depërtuar në qendër të çdo qelizë në personin përpara meje me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12, duke depërtuar në qendër të çdo qelizë me dritën e Krishtit, drita e Krishtit dhe paqja e Krishtit dhe shërimi i Jezus Krishtit. Për të mbushur çdo qelizë të personit përpara meje, mbushni çdo pjesë të personit përpara meje me dritën e Krishtit, dritën dhe shërimin dhe praninë e Jezus Krishtit, për të mbushur çdo qelizë të personit përpara meje tani. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit, unë e urdhëroj kështu. Ti je fjala e Zotit, e gjallë dhe aktive. Çdo qelizë është fjala e Zotit, e gjallë dhe aktive sipas Gjonit 1. Dhe unë urdhëroj dhe e kërkoj shëndet të përsosur, shërim dhe rikthim për personin përpara meje. Unë e urdhëroj kështu në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Shërimi, shëndeti dhe rikthimi në çdo pjesë të këtij personi, shpirtin e tyre, emocionet e tyre, kujtimet e tyre, çdo pjesë e tyre, në çdo qelizë, në çdo organ, unë flas për jetë dhe shëndet në emrin dhe autoritetin e Jezusit. E bekoj këtë person me dritën dhe paqen e Krishtit dhe shpirtit shenjtë. Me shpatën dhe shpirtin e Hebrejve 4:12, unë e ndajmëtej këtë person përpara meje dhe e ndajmëtej në çdo qelizë. Flisni me çdo qelizë. Ti je fjala e Zotit, e gjallë dhe aktive sipas Gjonit 1 dhe do të dëgjosh. Unë të urdhëroj të dëgjosh fjalën time. Ti je fjala e Zotit, e gjallë dhe aktive sipas Gjonit 1. Dhe unë urdhëroj dhe e kërkoj që çdo qelizë dhe personi përpara meje të mbulohet me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12, të kthehet jashtë për të u kthyer brenda, dhe të implodoj në qendër të çdo qelizë me shpatën e shpirtit të Hebrejve 4:12, duke depërtuar në qendër të çdo qelizë në trupin e këtij personi tani, duke sjell dritën e Krishtit. Paqja e Krishtit dhe gjaku i Jezusit për të mbushur çdo qelizë të personit përpara meje. Duke sjell shëndet të përsosur, rikthim, vitalitet dhe paqen e Krishtit. Dhe duke larë çdo mëkat dhe duke anuluar çdo mallkim në trupin e këtij personi dhe në gjakun e tyre dhe në çdo qelizë, duke çliruar lirinë dhe shëndetin e përsosur dhe vitalitetin dhe rikthimin në çdo pjesë të trupit të këtij personi. Unë flas për jetë tani në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit, unë e mbush të gjitha këto vende që ishin të zbrazta me dritën dhe paqen e Krishtit dhe shpirtit shenjtë. Drita dhe paqja e Krishtit dhe shpirtit shenjtë. Amen. Të lutem, shiko këtë video, për të zgjohet dhe para se të flesh. Derisa të ndihesh më mirë, kjo lutje do të rikthej. Do të shërohet nëse je duke jetuar sipas standardeve biblike. Të bekoj në udhëtimin tënd. Bekime.